Nga Saranda, kreu i Partisë Social-Demokrate, Tom Doshi, teksa zhvilloi një takim elektoral me qytetarët, tha se është në dieni të problematikave që ata kanë me legalizimet dhe certifikatat e pronësisë. Doshi tha se Saranda përballet edhe me mungesën e ujit të pijshëm, ndërsa ju bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PSD-n më 11 maj. E di problemet që i keni në zonë, problemet me legalizimet, me certifikatat e pronësisë. Kjo smunja është gjithkund. Ju shihni Saranda s'ka ujë, ujë derdhet në det, do të me që ujë në Itali nëpërmjet tubacioneve. Asnjë politikan që keni votu deri në sot nuk ka pas njëjë se po s'pate gjanë shpirt me një mund tjerë, nuk mund bash kur gja. Kam shumë malësor, mirëditor që kanë ardhur me jetu me ju këtu. Na malësort dina me respektu të tjerët. Tom Doshi tha se pushtetin e kërkon për t'ju shërbyer qytetarëve, sidomos shtresave në nevojë. Unë e du për shtetin me ju shërby ju. Me ju shërby të varfneve, smurve, pensionistave, mas me mungu i lachet. Jam forse tret në Shqipni. Jena dhe nesër forse tret, komisioner kena 6.000. Unë kërkoj për jush të angazhoni dhe të na votoni që të votoni për vendin tuaj. Shumë njerëz sot, mas me paken ti, s'kena dash me ik me votu. Unë ju bajthirje të bashkoni gjithë bashkë. 6 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, Doshi u bëri thirrje edhe emigrantëve shqiptarë që jetojnë në Greqi të ofrojnë mbështetjen e tyre për Partinë Social-Demokrate, si e vetmja forcë që përfaqëson edhe të majtët edhe të djathtët.